Laurent Tolaj është prezantuar te klubi i ri në Angli. Bomberi shqiptar ka ndjekur hapat e Anis Mehmetit dhe i është bashkuar te Bristol City. Klubi i Championship i ka paguar 5 milion euro Plymouth për shërbimet e 24 vjeçarit. Rikujtojmë që në 3 edicionet e fundit, Tolaj ka shënuar plot 58 gola, ndërsa ka asistuar edhe 30 të tjerë në League 2 dhe League 1. Edicionin e fundit e mbylli me Plymouth në League 1, që është ndryshe kategoria e tretë për nga rëndësia në Angli. Tolaj, deri tani, është aktivizuar vetëm me moshat e Zvicrës. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Giacomo Vrioni, duket se është shndërruar në një bomber te skuadra e re e Wolfsberger, tek e cila u transferua në këtë merkato vere. 27 vjeçari ka shënuar plot 5 gola në testet miqësore që austriakët kanë zhvilluar së fundmi. Vrioni e nisi me dopjet në miqësore ndaj Admirës, që përfundoi 8-2, për të vijuar po me dopjet në triumfin 6-1 ndaj Kapfenberger, teksa ditën e sotme gjeti sërish rrugën e rjetës në miqësore ndaj Atus Velden, ku skuadra e shqiptarit fitoi 0-4, ndërkohë që Vrioni shënoi golin e parë në minutën e 10. Vlen të theksohet fakti se 27 vjeçari u transferua në datën 1 korrik nga radhët e Cezanës drejt Wolfsberger. Kjo është aventura e tij e dytë në futbollin austriak, pas asaj me Tirol në sezonin 2021-2022. Trajneri Rolando Maran ka nisur një sfidë e re në karrierën e tij duke marrë trajtimin e kombëtare son, pas një eksperiencë të gjatë në futbollin italian ku drejtoi skuadra të rëndësishme të Serie A. Tekniku nga Trentino është emëruar në krye të kuqezimeve dhe shumë shpejt do të transferohet në Tiranë për të nisur punën me kohë të plotë, teksa po pret vetëm afrimin e ndeshjeve në Ligën e Kombeve. Maran është trajneri i parë nga rajoni italian i Trentinos që merr trajtimin e një kombëtare e. Në këtë aventurë ai do të shoqërohet edhe nga zëvendësi i tij i besuar, Christian Maraner, me të cilin ka bashkëpunuar prej shumë vitesh. Gjatë karrierës së tij Maran ka drejtuar klube me emër në elitën e futbollit italian si Catania, Chievo dhe Cagliari, duke u vlerësuar për organizimin taktik dhe aftësinë për të ndërtuar skuadra konkurruese. Tani sfida e tij është futbolli kombëtarëve, ku objektivi kryesor është rikthimi i Shqipërisë në nivelet më të larta të futbollit evropian. Duke folur për mediat italiane, Maran vlerësoi rrugtimin e drejtanishëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe theksoi se skuadra ka hedhur baza të rëndësishme gjatë viteve të fundit. Është një kombëtare që ka bërë mirë sepse është kualifikuar 2 herë në kampionatin evropian. Tani nuk arriti të kualifikohet për Kupën e Botës, por ky do të jetë objektivi ynë në të ardhmen. Tani duhet të përqendrohemi te Liga e Kombeve dhe te kampionati evropian, ta fillimisht trajneri italian. Këto deklarata tregojnë qartë se trajneri italian synon të vazhdojë punën e bërë deri tani por dhe të ndërtojë një ekip që të jetë konkurrues në çdo kompeticion ndërkombëtar. Për Maran, pjesëmarrja në turne të mëdha nuk duhet të jetë një rastësi por një objektiv i vazhdueshëm për futbollin shqiptar. Në intervistën e tij ai komentoi edhe mungesën e Italisë në Kupën e Botës, një temë që vazhdon të shkaktojë debat në vendin fshin. Maran foli me keqardhje për situatën e nxorëve, duke parë edhe nga këndvështrimi i brezit të ri. I vendos veten në vendin e një 18 vjeçarit të sotëm që nuk e ka parë kurrë Italinë në një kampionat botror. Vetëm kur mendoj se si përjetoja unë ato botror kur isha fëmijë, ishte një ëndër që çdo djalë donte ta arrinte. Përveç angazhimit me kombëtaren shqiptare, Maran foli edhe për futbollin në vendlindjen e tij. Ai u ndal te skuadra e Trentos duke vlerësuar projektin e klubit dhe ambicien për të ngjitur në Serie B. Këtë vit kam shkuar disi më pak për ta parë Trenton, por disa herë kam qenë në stadium. Entuziazmi i presidentit Mauro Giacca është shumë i çmuar për një qytet që nuk është emocionuar kurrë shumë nga futbolli. Mendoj se ngjitja në Serie B është një objektiv i arritshëm, u shpreh mes të tjera trajneri i kombëtares shqiptare. Emërimi i Rolando Maran në stollin e Shqipërisë erdhi pas largimit të Silvinhos, teksa italiani duhet të bëjë më mirë se tekniku brazilian. Steven Shpendi vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në merkaton e verës në Itali. Sulmuesi shqiptar i Empolit ka përfunduar prej kohësh në radarët e Cagliarit që synon të përforcojë repartin ofensiv për sezonin e ri në Serie A. Megjithatë, dëshira e klubit sard për ta transferuar 23 vjeçarin po përballet me një pengesë të madhe, pasi Empoli ka një kërkesë të lartë financiare. Drejtuesit e Cagliarit e konsiderojnë Shpendin si një profil ideal për projektin e tyre. Për më tepër, situata fizike e Andrea Belottit ka shtyrë klubin të kërkojë një sulmues që mund të garantojë vazhdimsi dhe efikasitet përpara portës. Megjithatë, negociatat me Empoli nuk pritet të jenë as pak të lehta,
klubi toskan e konsideron shpendjen një nga asetet më të rëndësishme të skuadrës dhe nuk ka ndërmend të bëjë ulje në çmim. Sipas mediave italiane, kartoni sulmuesi shqiptar vlerësohet nga 4.5 deri në 6 milionë euro, ndërsa drejtori sportiv i Empolit Fabio Artico ka bërë të qartë se lojtari nuk do të largohet për një shumë më të ulët se 6 milionë euro. Klauzola e Cezenës. Një ndër arsyet kryesore që Empoli mban një qëndrim kaq të fortë lidhet me marrëveshjen e transferimit nga Cezena. Klubi ku shpendi u formua si futbollist ruan 30% të shumës së një shitjeje të ardhshme, çka do të thotë se Empoli nuk do të përfitonte të gjithë vlerën e transferimit. Pikërisht për këtë arsye drejtuesit e klubit nuk janë të gatshëm të ulin pjesën fikse të marrëveshjes, pasi kjo do të reduktonte ndjeshëm fitimin e tyre real. Performancat e mira të shpendit gjatë sezonit të fundit kanë bërë që vlera e tij të rritet ndjeshëm. Ai është kthyer në një nga sulmuesit më premtues të presit të tij dhe vazhdon të jetë pjesë e kombëtare Spumja Z1 të Shqipërisë, edhe pse platforma Transfermarkt e vlerëson aktualisht kartonin e tij rreth 3.8 milionë euro. Empoli beson se potenciali i lojtarit te kërkesa në treg justifikojnë një çmim dukshëm më të lartë. Nga ana tjetër, Cagliari mbetet i interesuar, por është i vetëdijshëm se për të siguruar firmën e shpendit do të duhet të bëjë një investim të rëndësishëm financiar. Klubi sardo nuk e ka praktikisur pistën që çonte sulmuesi shqiptar, por mbetet për të parë nëse do të vendosë të plotësojë kërkesat e Empolit apo do të kërkojë alternativa të tjera në merkato. Java në vijim pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e stimin e shpendit. Interesimi i Cagliarit mbetet konkret, ndërsa Empoli vazhdon të mbrojë me forcë një nga talentet e tij më të rëndësishëm. Nëse Palë do të gjejë një kompromis financiar, sulmuesi shqiptar mund të bëjë hapin e madh drejt vazhdimit të karrierës në Serie A me fanellën e kuqe-bluve. Cristian Aslani ndodhet me Interin e Gjermani për fazën përgatitore. Zikaltrit vendosën ta huazonin në sezonin e kaluar, fillimisht te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Mesfushori shqiptar ka mbetur në shifrën e 99 ndeshjeve me Interin. Një thashësem tjetër po qarkullon në këtë merkato dhe bëhet fjalë për arsyeën pse Interi kërkon me ngulm që Aslani të shitet pa luajtur asnjë ndeshje tjetër. Ishte vera vitit 2022 kur Interi e huazoi nga Empoli me detyrim blerje. Pas një sezoni u paguan rreth 15 milionë euro tek Empoli për kartonin e tij, ndërsa po ashtu kishte edhe bonuse në kontratë. Dhe pikërisht bonusi i madh që përflitet është 5 milionë euro nëse Aslani plotëson 100 paraqitje me fanellën e Interit. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë ndeshja radhës zyrtare e Aslanit do të torturonte Interin që të paguante edhe 5 milionë euro. Kjo është një arsye fortë pse kampionët e Italisë nuk e konsiderojnë as pak qëndrimin e mesfushorit. Deri tani është konfirmuar vetëm se nuk qëndron në planet e trajnerit Christian Chivu. E ardhmja e Alen Sherrit te Cagliari është vënë në diskutim, pasi portieri i kombëtares shqiptare nuk ka gjetur minutat që shpresonte tek ishullorët në Serie A. Mediat italiane bëjnë të ditur se për Sherrin ka pasur interes konkret gjatë këtyre javëve, me oferta nga të paktën 5 klube. Bëhet e ditur se klube nga Austria dhe Danimarka kanë kërkuar zyrtarisht futbollistin, duke bërë edhe oferta për huazimin e tij, apo edhe blerjen e kartonit në rast të një akordi shumë palësh. Por për momentin Cagliari duket se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga lojtari, pasi e sheh atë si një zëvendësues ideal për Elia Caprilen, i cili mbetet titullari i padiskutueshëm i Portos së Cagliarit. Atalanta ka ndëruar trajner gjatë verës, duke afruar në radhët e saj një emër të njohur si Maurizio Sarri. Tekniku la Lazio dhe ju bashkua projektit të bergamaskëve, me shpresën që të vazhdojnë hapat e Gasperinit që e ktheu skuadrën në protagoniste në Itali e Europë. Por me afrimin e tij, e ardhmja e Berat Gjimshitit ka qenë në ajër. Trajneri preferon një skemë të ndryshme me 4 në prapavik, duke ndryshuar nga ajo me 3 që përdorte në vitet e fundit Atalanta. Kësaj janë ngritur pikpyetje nëse Gjimshiti do të vazhdonte të ishte te Atalanta apo nëse do të largohej. Por në miqësoren e parë të Atalantës, që luajti kundër ekipit U21, Gjimshiti jo vetëm ishte në fushë, por Sarri i kishte besuar edhe shiritin e kapitenit, duke dhënë një sinjal të qartë se aktualisht beson shumë te mbrojtësi kombëtares shqiptare. Cristian Aslani do të udhëtojë me Interin për fazën përgatitore në Gjermani. La Gazzetta dello Sport konfirmon se pavarësisht kësaj, do të largohet në momentin kur të mbërrijë oferta e duhur. Deri tani, Aslani do të kënaqur Interin, ndaj dhe Aslani do të stërvitet me pjesën tjetër të skuadrës në pritje të zhvillimeve të reja. Fakt është se Interi tashmë është i gatshëm për ta lënë të lirë Aslanin për një shifër rreth 10 milionë euro.
ka pasur interes nga klubet në Itali, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e huazimit me opsionin e blerjes së kartonit. Aslani nuk qëndroi nën urdhrat e trajnerit Kivu gjatë edicionit të kaluar. Fillimisht kontribuoi te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Christian Shpendi pritet të jetë një nga shtyllat e Cezenës edhe për sezonin e ardhshëm. Sulmuesi shqiptar vazhdon të jetë në qendër të projektit të klubit italian, pavarësisht interesimit të disa skuadrave në merkato. Drejtuesit bardezin nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga 22 vjeçari dhe kanë nisur lëvizjet për t'i siguruar rinovimin e kontratës, ndërsa emri i tij vazhdon të qarkullojë në treg. Sipas mediave italiane, drejtori sportiv Andrea Mancini do të zhvillojë së shpejti një takim me përfaqësuesit e Shpendit për të diskutuar zgjatjen e kontratës. Objektivi i klubit është që marrëveshja aktuale të zgjatet deri në verën e vitit 2030. Projekti i pronësisë amerikane parashikon një kontratë afatgjatë me pagë në rritje progresive. Shpendi pritet të përfitojë rreth 350.000 euro në sezonin e parë të kontratës së re, ndërsa paga do të rritet gradualisht në vitet pasuese. Në këtë mënyrë, Cezena synon të shpërblejë zhvillimin e sulmuesit shqiptar, pa rënduar bilancin financiar të klubit. Megjithse Cezena e konsideron të pashitshëm në këtë moment, emri i Shpendit vazhdon të tërheqë vëmendjen e klubeve të tjera. Së fundmi, edhe Frosinone është futur në garë për kartonin e sulmuesit shqiptar, duke e përfshirë në listën e objektivave për repartin ofensiv. Interesimi i Frosinones ushtohet zorave të mëparshëm, që e lidhnin Shpendin me skuadra të tjera të Serie B, por deri tani, drejtuesit e Cezenës nuk kanë marrë në konsiderat largimin e tij. Qëndrimi i klubit mbetet i qartë, ku sulmuesi shqiptar është pjesë e projektit dhe do të largohet vetëm në rast të një oferte që konsiderohet e parefuzueshme. Christian Shpendi është kthyer njëkohësisht në një lojtar të kombëtares A, ku në miqësoret e muajit qershor u grumbullua nga Rolando Maran, teksa në vjesht pritet që të marrë një ftesë edhe vëllai i tij binjak, Steven Shpendi. Dy sulmuesit shqiptar sezonin e fundit ishin ndër lojtarët më të dalluar në serinë B italiane, duke qenë golashënuesit e skuadrave të tyre, respektivisht Cristiani te Cesena dhe Steveni te Empoli. Nelson Viper është huazuar te Sturm Graz. Ky është vendimi surprizë që u zbulua sot nga klubi austriak. Kartoni i 21 vjeçarit i përket Mainzit në Gjermani. Edicioni i kaluar rezultoi zhgënjim, pasi për të minutat ishin me pikatore. Kujtojmë se në vitin 2025 pati luftë që t'i rinovoi kontrata. Më pas erdhi firma deri në vitin 2029. FSHF ndërkohë ka kërkuar që ta afrojë, por Viper nuk pranon të ketë kontakt. Sulmuesi me origjinë shqiptare do të përfaqësojë Gjermaninë në Europianin e 21 vjeçarit, që organizohet vitin e ardhshëm.